një shqyrtimi gjyqësor, mbatur dhe përkuzuar në gjykatën themelore në Prishtinë, Departamenti për krime të rënda në çështjen penale ndaj të pandehurit, arsye sylla për shkak të veprës penale në bashkëhyrje me të nderurit, lësë vrasje e rënë në bashkëhyrje nga ka mungon dëshmitari Adlin Hyseni, i cili përmes emalit të datës 22 maj 2025 gjykatën e ka njoftuar se nuk mund të prezantoj, pasi që gjendet jashtë shtetit në Gjermani dhe nuk do të kthehet në Kosovë rreth një viti. Unë konsideroj se është shumë e rëndësishme të dëgjohet Adlin Hyseni. Për këtë arsye kemi vlerësuar edhe kemi propozuar që të dëgjohet si dëshmitar, meqenëse se tashmë për fat mirë në televizim lëshën që të Evropën kisha kërku për gjykata që vendës të në njëtë të jetë prezent. Prokuror, lidhur me provat materiale jeni të gatshëm? Është propozuar administrimi i raportit autopsisë në numër MO 23313 i datës 6 Maj 2024, me të cilin vërtetohet se është kryer ekzaminimi përkatësisht autopsia e trupit të pajet, është dhënë mendimi përfunditor mbi shkakun e drejt për drejt të vdekjes. Raporti i ekspertizës mjekëligjore i datës 20/10/2023 është kryer ekzaminimi mjekësor i dokumentacionit dhe raporteve mjekësore, duke dhënë konstatimin se plagët apo lëndimet e kësuara nga njëjta ditën kritike kualifikohen si lëndime të rënda trupore me pasojë të përhershme. Pastaj edhe nga raportet e Agjencionit të Kosovës për Forenzik, nga raporti analitik i videoincizimeve së bashku me një CD i datës 12/9/2023, pastaj është raporti i këshyrjes së vendit të ngjarjes, po ashtu edhe lista e dëshmive nga njësia forenzikës, është një listë në të cilën janë përshkruar të gjeturat e evidentuara më pas nga policia me numrat rëndor forenzik, edhe raportet analitike të videoincizimeve që kanë të bëjnë me ditën kritike, ku janë nxjerrë në formë të fragmentuar me fotografi dhe përshkrim lëvizjet e planifikuara të këtu të pandehurit Arsim, që fillojnë nga ora 08:39 minuta, si dhe veprimet e tjera me të miturin LS deri në kryerjen e veprës penale përkatësisht largimit nga vendi i ngjarjes. Po ashtu janë edhe 21 CD të kamerave të sigurisë të mbledhura. Unë prita që prokuria ka më saksu se cila provan cilin element të veprës penale në dispozitiv të akuzës. Akt akuzës, ajo që do të na tregoj që 21 CD-ja është një raport i autopsisë. Se cila provon kryerjen e veprës penale? Të vrasjes në bashkëhyrje. Dhe jo të na lexon përshkrimin që akt akuzave që ofron. Kjo i bie që në 21 CD-ja duhet me lëshu këto. Në faktet që shihen në sy nuk i kontestojnë, apeli ynë është që lista provave të pastrohet të konkretizohet, prej se të ndahet çfarë është provë e çfarë është interpretim subjektiv i kujdo, prej se për ashtu këtu raportin autopsisë. A e mbështesni deklarimin e avokatit mbrojtës apo a keni diçka tjetër për të shtuar? Sa i përket pretendimit të mbrojtësit të akuzuarit Arsim Sulli avokatit Berisha, lidhur me CD, ky pretendim qëndron, prokuror nuk di nëse janë ndarë, sepse 21 CD nuk është e pamundur të administrohet 21 CD. Nga mundësia dhe përpjekja, ne ke mundësi që sot i lëshojmë CD-t me videoincizime sekuencialit, sipas kohës dhe minutave, sa i përket veprimeve të të akuzuarit me të miturin ditën kritike. Pra, po megalomanizohet kjo çështja e 21 CD-ve, mirë po konsideroj për të vërtetuar çështja faktike, pra edhe 200 CD nëse janë do të janë ndësuar. Prokuror, apo nga jetë ato CD? Nuk mbrojtës të Spash avokatit Berisha nuk do të pash.
falë se isha e thyje të ndërgjë, çka kemi? Kushton, nëse ju keni vendosur me bëu përpjekje sërish me thirrje dëshmitare. Që na kemi të domosdoshme me kërku për gjykatës që provat materiale të administrohen. Që si vendasi që stiret me dëshmitar, s'ka me propozimet sepse janë konsumuar, janë vendos. Në mënyrë që pamjet e transmetuar atë mos ndikojnë në dëshminë e këtij dëshmitari. A ishte kjo e cekta apo Qëllimi i gjykatës është me qenë se ka pranuar një email nga Arlinde me pretendimet se gjendet jashtë vendit me bo përpjekje zyrtare nëpërmjet institucioneve adekuate, fillimisht me verifiku nëse realisht çaj dëshmitar është jashtë vendit, e pastaj si të procedurë tutje, mas kena marrë vendim për me ta refuzu qatë propozim. Avokat, i keni parasysh nuk do ta prolongojmë çështjen nëse veç na thonë që është jashtë shtetit dhe kjo e prolongon situatën, sepse tash kemi edhe një deklaratë të tij, në instancë fundit mund edhe ta lexojmë, por të prolongohet çështja jo. Obligohet prokurori i shtetit që të bëjë sekuentimin e të gjitha CD-ve, kemi kohë mjaftueshëm, sot jemi me datë 26, deri me 9 qershor let na kryhet kjo çështje në minutazhat ku pretendohet të provohet kryerja veprës penale.